Bardhësitë e atë dheu titullohet libri i autorit Afrim Mustafa, i cili u ribotua për herën e 5. Sipas autorit, kjo është e vetmja enciklopedi kombëtare që ka dëshmi të mjaftueshme. Është ribotuar për herë të 5 libri Bardhësitë e atë dheut, i cili përfshin 2225 dëshmorë të rënd të 3 luftrave të fundit në Troqë shqiptare. Autori i këtij libri, Afrim Mustafa, tha se ky libër është e vetmja enciklopedi kombëtare që ka dëshmi të mjaftueshme. Libri përveç fakteve dhe dëshmive, biografive dhe fotografive të gjithë dëshmorëve të luftrave të përmendura, ka edhe fakte dhe dëshmi të bollshme gjithsesi nga luftrat e UÇK-s. Përndryshe libri përfshin edhe barbaritë serbo-qetnike dhe masakrat e kryera nga pushtuesit serb në vitin 1998 në Kosovë në vendbanime të ndryshme. Mustafa tha se ky libër është përgatitur pas një pune 12 vjeçare ku janë mbledhur dëshmi si reporter nga vatrat e luftrave në hapësirat shqiptare. Libri është duke u përkthyer në gjuhën angleze, ndërsa pritet përkthimi edhe në gjuhën turke.